Shfaqja është një komedi shumë interesante. Është kjo trilli i famshëm, një çift në krizë që gruaja zë një të dashur, që është të dashurit të vrasë i burri, por nuk ka gjë të keqe në mes, është me shumë humor, me situata, me karakter, kasi është shumë i mirë, të vjen se do kënaqen. Sot, nesër dhe pas nesër, në orën 19:00, pra 7 të vjen sepse do kënaqen. Vërtet do kalojnë një mbrëmje mes të qeshurash dhe mes mendimesh njëkohësisht, që bëjnë mirë dhe ato. Makinës nuk po jepja unë. Objektiv, ja, për refleksën e mia, ju lutem nuk jeni çfarë të bëni as çelë ngjalë, udhro. Shiko, as i kërkishte. Unë mendoj si Sinfonia e Fatit është një komedi mjaft interesante, është unë do ta quaj një trio, ku gërshetohen rastësitë e fatit, rastësitë e të panjohurës, nga ana tjetër dhe rastësitë e jetës në çift, keqkuptime të shumta, të papritura që vijnë, dhe nga gjithë këto keqkuptime, se si pa dashje, gjithçka merr një tjetër këndvështrim mbasi vitet kalojnë. Dhe Sinfonia e Fatit mendoj që përfshin një sër nën temash, siç është marrëdhënia në çift dhe pikërisht momenti kur dy njerëz që dikur janë dashur shumë kthehen në dy të huaj dhe mes saj sa tolerant janë njerëzit për ta pranuar më pas humbjen e njëri tjetrit. Dhe këtu gërshetohet hakmarrja, gërshetohen mlefet e mbledhura dhe të akumuluara, dhe patjetër që është një komedi e cila ka një ritëm të çmendur, situatash të ndryshme, të cilat në fund në një farë mënyrë tregojnë se sa të vegjël jemi ne përpara fatit. Mbase harron që më ke njohur dhe nuk do kesh më fuqi të më shkatërrosh jetën. Ju a shkatërroj jetën, madje ju rregullova dhe apartamentin.